Përshëndetje të nderuar televizionistë të Rrëtëve Islam, do të jemi bashkë në emisionin Drejt Rrugës së Vërtetë. Deri në momentin e cilës iftarit unë do të shoqëroj me disa tregime. Ditën e djeshme ne folëm pak rreth profetit Nuh alayhis salam dhe për rëndësinë pasi Nuh alayhis salam ishte një profet i cili bënte shumë për të udhëzuar të tjerët. Ne gjithashtu folëm dhe sa rëndësishme është që të udhëzojmë të tjerët, pasi në momentin që ti udhëzon dikë që të falë namaz, të gjitha shpërblimet, pra një pjesë e shpërblimeve të vinë te ty për atë vepër që ka bërë ai. Dhe nëse ai udhëzon njerëz të tjerë, gjithashtu ato shpërblime të vinë te ty. Çdo njeri që vepron gjunahe, do të vijë një çast kur do të ndodhet në gjendje të keqe dhe ti musliman mundohu ta shfrytëzosh këtë moment, të japësh dorën dhe ta shpotosh. Nuh alayhis salam, pas ajetit të mërsipërm, fillon dhe u flet njerëzve mbi vlerat dhe ëmbëlsinë që ka të kërkuarit falje prej Zotit. Ai u lëshon një ujë me bllok nga qielli, u shton pasurinë dhe u shton fëmijët, u bën të keni kopshte dhe u jep lumenj. Shkoi një burr tek Imam Shafiu dhe i tha: "O Imam, kam shumë borxhe, më thuaj çfarë të bëj." Një tjetër i tha që kam shumë gjunahe, më thuaj çfarë të bëj, dhe ai thotë: "Bëni istighfar, kërkoni falje Zotit, pasi kjo është mënyra më e mirë se si mund t'ju falen ato." Shafiu dhe pasi i pyeti gjithë këto njerëz, i pyetën dikush se pse i the kështu, dhe Shafiu i tha: "U thash kështu, pra që t'i kërkojmë falje Zotit, pasi ai është falës." Ai u lëshon ujë me bullëk nga qielli, u shton pasurinë dhe fëmijët, u bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj. Ajeti që vjen pas këtyre çështjeve është: "Ç'është këtu me juve që nuk e ndjeni madhështinë e Zotit?" Ebu Bekri tregon rreth vetes dhe thot: "Për Zotin, nuk kam fjetur ndonjëherë aq sa të shoh ëndra, as nuk kam pushuar që të fantazoj. Kështu do të veproj derisa të jem gjallë." Kurse Umer ibn Hatabi thot: "Nuk kam kohë që të fle, po të fle natën, do të le pas dore detyra ndaj Zotit, nëse fle ditën, do të humbas detyra ndaj popullit. Vallë, ai i ri që brel gjithë ditën pas haramit, ai ndjej madhështinë e Zotit." Njëri tregon se nuk kam lënë gjuna pa vepruar dhe nuk më skuqej faqa fare për këtë. Qysh nga koha që jam penduar, kur veproj diçka jo të mirë, ka fshi buzat nga keqardhja dhe them me vete: "O Zot, a më shikon sa i dobët jam? Ç'është kështu me juve që nuk e ndjeni madhështinë e Zotit? Ç'është kështu me juve që nuk e ndjeni?" Pas kësaj Nuh alayhis salam u tërhiqte vëmendjen se si Zoti e kishte krijuar. Ai u krijoi në disa etapa, a nuk e shihnin se si Zoti i krijoi 7 palë qej dhe krijoi hënën dritë dhe diellin dritëshues. Nëse kërkoni që në zemrën ta kesh të mbushur me dashuri për Zotin dhe të ndjesh praninë e Tij afër teje, medito dhe të krijesave të Zotit në gjithësi. Një orë meditimi është më mirë se një vit të adhurim. Sa herë që të shohësh lindjen e diellit apo perëndimin e diellit, medito rreth kësaj mrekurie që përveç Zotit nuk e krijon asnjë njeri tjetër, askush tjetër. Sa herë që të shohësh valet e detit, mendo që çdo val madhëron krijuesin e gjithësisë. Me këtë mënyrë komunikimi, Nuh alayhis salam dëshironte të ngjallte ndjenjën e mendimit, peditimit rreth krijesave që do të çojnë drejt krijuesit. Më pas, ju kthen në tokë dhe ju nxjerr prej saj përsëri. Me këtë, ai tërheq vëmendje drejt botës tjetër dhe vdekjes. Atij që do i flasësh për fen, kujtoja dhe vdekjen dhe ditën që do të dalë para Zotit. Allahu juve ju a bëri tokën të sheshtë që të ecni në rrugëve të gjëra. E rëndësishme për ata që e fton është dhe t'i kujtosh mirësitë e Zotit ndaj gjithë njerëzve, se si e krijoi tokën dhe se ka bërë të përshtatshme për të jetuar. Le të përmbledhim dhe njëherë të gjitha ato që duhen pasur parasysh kur ftojmë dikën në fe. E para, të digjet zemra dhe të jesh interesuar për fen,
të tregohesh i mëshirshëm me njerëzit dhe të shmangësh çdo lloj ashpërsie dhe dhune. Përdor mënyra të ndryshme. Një herë organizo një festë, një herë një ligjërat, një herë një kaset, një herë meditim rreth krijesave të Zotit. Kujtoju ditën e Kiametit dhe ditën që do të vdesin. Kujtoju mirësitë që ka dhënë Zoti. Pas gjithë këtyre metodave që përdori Nuh a.s. në ftesën e popullit për të besuar në një Zot të vetëm, ata e kundërshtuan. Dhe siç e përmendëm dhe më sipër, numri më i madh që thuhet për ata që besuan në thirrjen e Nuhut ishte 80 vet. Në çdo 12 vite besonte vetëm njëri prej tyre. Zoti me këtë, sikur na përcjell një mesazh të rëndësishëm, që detyra jonë është ftojmë, sikurse rezultatet janë në punën e rëndësishme. Zoti nuk kërkon prej nesh që të jemi gjykatës dhe detyrojmë njerëzit të udhëzohen. Ai që kërkon prej nesh është vetëm që do themi se cila është rruga e drejtë. Në Kur'an, Zoti drejtohet profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: Ty nuk të takon asgjë rreth kësaj çështjes, se a do të pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata. Në të vërtetë, ata janë zullumçarët. Këtë rast e përmendim në Kur'an ku thotë: Nuh tha: O Zoti im, ata më kundërshtuan dhe ndoshën ata parin që pasuria dhe fëmijët u ashtuan më shumë humbjen. Ata kur disën kurthe të mëdha, gjithashtu thanë: Mos i lini zotat tuaj, mos e lini vedën, as Jeukën, as Nesran. Kështu ata u çuan drejt humbjes shumë, prandaj zullumçarëve veç toja humbjen. Për shkak të gjunaheve të tyre, ata u përmbytën dhe ndëshkuan me zjarr, pa pasur kënd tjetër që t'i ndihmoj vetë Zotit. Më pas Nuh a.s. filloi të lutej gjë që përmendim dhe në ajetet e mëposhtme. Nuh tha: O Zot, mos lër mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Pra Nuh a.s. u lut që të fillonte ndëshkimi i Zotit. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Çdo profet ka patur një lutje të pranueshme, të cilën e kanë frymëzuar në këtë botë, kurse unë lutjen time e kam lënë për ndërmjetësimin e umetit tim në ditën e Kiametit. Megjithëse u torturua, u fye dhe u përnjështrua, ai nuk e luti Zotin që t'i ndëshkojë kundërshtarët. Një lutje të pranuar, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e shihte nga një këndvështrim i ndryshëm nga i profetëve të tjerë. Ai shihte atë si një privilegj me të cilën mund të shpëtojë njerëz të umetit të tij nga zjarri në ditën e Kiametit. Sepse nëse ti i le ata, robërit e tu do t'i humbin, dhe prej tyre nuk lind tjetër, vetëm të prishur e jo besimtar. Me këtë Nuhu, si kur thot, se nuk lutem që ta kmerem për mua, o Zot, për shkak se kam frikë se ata pak besimtar që janë mund të kthehen në jo besimtar. Çudimi i Nuhut alayhis salam nuk ishte t'i kundërshtonte, t'i ndëshkonte kundërshtarët, por që në tokë të banonte me njerëz besimtar. Ukbe ibn Nafi, kur arriti në brigjin e Atlantikut në Afrikën Veriore, hyri me kalin e tij në det dhe thirri: Për Zotin, sikur ta dija se pas teje o det ka një popull i cili nuk beson në Zot, do të lundroja drejt tyre, do t'i bindja të besojnë Zotin. Ajeti i fundit i sures Nuh na mëson se si të lutemi. Shumë njerëz në kohë haxhi apo gjatë Ramazanit thonë që dua të lutem, por nuk di se si. Dëgjoje Nuhun alayhis salam se si lutej: Zoti im, më fal mua dhe prindërit e mi dhe ata që hynë në shtëpinë time, duke qenë besimtar. Edhe besimtarët e besimtaret, ndërsa jo besimtarve mos u shto tjetër, vetëm dëshpërim. Pyetja që lind është se si ka mundësi që Nuhu alayhis salam, meqense profet, u lut kundër popullit të tij. A mundet vallë një profet që të lutë Zotin që të ndëshkojë popullin e tij? Për të përgjigjur kësaj pyetje, le të shohim se çfarë thuhet në surën Hud. Dhe Nuhut ju shpall që nga populli yt nuk do të besojë më askush,
tjetër përveç atyre që kam besuar. Pra, gjithçka ka përfunduar dhe mos prit që të besojë tjetër kush. Vetëm pas kësaj kohe, Nuh a.s. filloi të lutej kundër tyre. Gjatë 950 viteve nuk ishte lutur kundër dhe kishte vazhduar t'i ftojë duke përdorur çdo mënyrë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dërgon Tufelin për të ftuar fisin e tij, Deusin, në Islam. Tufeli shkon e qëndron tek fisi i tij 7 vite, por ata që besuan dhe u përgjigjën thirrjes ishin vetëm 4 persona. Babai i tij, nëna, gruaja dhe u buhëreja, pjesa tjetër e fisit refuzuan që të besonin. Kështu Tufeli kthehet tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O i dërguar i Zotit, fisi im, Deusi, nuk besuan dhe përgjigjëstruan thirrjen time. Ata nuk besuan në Zot dhe se ti je i dërguar i tij." Profeti sallallahu alaihi wasallam u çua, mora abdes, fali 2 rekate dhe ngriti duart lart në qiell. Në ato momente tregon vetë Tufeli, thash me vete: "Çfarë bëre o Tufeli?" dhe vura duart mbi kokë dhe thash: "Tani do të lutet kundër popullit tim që t'i ndëshkoj Zoti." Por profeti sallallahu alaihi wasallam pasi ngriti duart tha: "O Zot, udhëzoi Deusën dhe silli këtu." Pastaj u drejtua nga Tufeli dhe i tha: "Ktheu përsëri o Tufel." Ftoi dhe tregou i but me ta. Pas 5 vitesh, vin banorët e fisit Deus, të gjithë musliman. Nuh a.s. nuk u lut për t'i ndërshkuar, vetëm pasi Zoti i tha që nuk do të besojë tjetër kush veç atyre që kanë besuar. Ajeti që vjen më pas është urdhri i Zotit pas ndërtimit të anijes. Mbaroje anijen në mbikëqyrjen tonë dhe me mësimin tonë, e mos mu drejto mua për ata që bën zullum, ata gjithçysh janë të përmbytur. Dietarët thonë se ndërtimi i anijes zgjati 300 vite, megjithse një gjë e tillë nuk përmendet në Kur'an apo në thënie profetike. Diçka e tillë mund të jetë e vërtetë. Këtë ide e përforcon realitetin në të cilën jetonte Nuh a.s. A jetonte në shkretëtir dhe në anijen që do ndërtonte do të vendoste nga çdo lloj krijese një çift dhe ve mashkull dhe femër, lop dhe ka, gjel dhe pul e të tjerë, nga të gjitha gjadhesat do të vendoseshin në atë anije. Kështu që ajo duhet të ishte tepër e madhe dhe e fortë që të përballonte dallgët dhe tufanin. Meqense ishte në shkretëtir dhe nuk ishte material ndërtimi, Nuh a.s. filloi të mbjell pemë me të cilat të ndërtonte anijen. Kështu i mbjellte dhe i priste derisa të rriteshin që t'i përdor në ndërtimin e anijes. Kështu lën një pyetje: përderisa Zoti e siguroi që nuk do të ketë më besimtar të tjerë, përse nuk e ndërshkoi popullin e tij me një herë? Përse duhet që Nuh a.s. të priste 300 vite derisa të ndërtojë anijen, pastaj t'i ndërshkoi? Populli i Adit u shkatërrua me erë të fortë, populli i Lutit u shkatërrua duke kthyer përmbys vendin ku banonin, përse Nuh a.s. duhet të priste 300 vite dhe të lodhi duke ndërtuar anijen. E gjitha kjo me qëllim që të sprovojë besimi këtyre 80 vetave që kishin besuar. Kështu Zoti ndonjëherë e vendon ndihmën e tij për njerëzit e mirë, jo për shkak që të këqijt vazhdojnë me mendjemadhsinë dhe dhunën e tyre, por që të sprovojë besimin e besimtarëve. Kështu 300 vite ishin provim për 80 besimtarët që besuan Nuhun a.s. Ka shumë vajza që thonë se duan të vendosin shamin, por familja nuk na lejon, dhe ta dinë se Zoti me këtë sprovon besimin e tyre. Ka të rinj që u ndodhin probleme dhe vështirësi. Njëherë Zoti vjen në provë besimin e një ummeti të tërë. Umer atyre, Xhami Naksa, megjithse ndaj pushtuesve është i zemëruar, e bën këtë me qëllim që kur besimi të arrijë kulmin e sinqeritetit ndaj tij, t'ua kthej përsëri. Ata të rinj që përkushtohen në fe dhe shohin veten të rrethuar nga joshje dhe kënaqësitë e kësaj bote, mos të thonë se pse ma bën këtë Zot, por le të kujtojnë historinë e Nuhut a.s.
e të rezistojnë me vërtetësinë e besimit të tyre. Në nënvëzhgimin ton, kur mos mendo, o vëlla dhe motër, që në momentet e sprovës Zoti është larg dhe nuk të shikon. Nëse të këqija dhe joshit kanë rrethuar, mos harro se je në nënvëzhgimin dhe mbikëqyrjen e Zotit. Dhe ai ndërtonte anijen nga paria e popullit të tij, sa herë që kalonte pranë tij, përqeshej me të. Ai u thoshte: nëse talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu si të talleni ju. Megjithatë, mundin dhe kohën e harxuar, Nuh alayhis salam vazhdoi në ndërtimin e anijes. Paria e popullit të Nuhut e pyesnin duke u tallur se çfarë po bënte me gjithë ato dru. Nuh alayhis salam u përgjigjej se po ndërtonte anije e cila do t'i shpëtonte nga përmbytja e madhe. Kur e dëgjonin këtë, shkrijesi shëqeshuri, pasi ishte pa imagjinueshme që në shkretir të ndërtohet anije dhe të përmbytej vendi. Vlen për të përmendur edhe besimi dhe siguria e 80 besimtarëve që ishin me Nuhun alayhis salam. A ka prej nesh që kanë besim dhe siguri në Zotin kur kishin këta 80 besimtarë, teksa ndërtonin një anije në mes të shkretëtirës? Ku e ke besimin dhe sigurinë ti o vëlla? Ajo nën që është mërzitur se akoma vajzat që nuk i ka martuar vallë, ku e ka besimin dhe sigurinë tek Zoti? Ata njerëz që natën dhe ditën janë të shqetësuar rreth riskut, a nuk e kanë dëgjuar premtimin e Zotit në Kur'an? Risku dhe ajo që u premtohet është në qiell. Betohem në Zotin e qiellit dhe tokës, se diçka e tillë është e vërtetë, ashtu siç flisni. Nga përgjigja që u jepte Nuh alayhis salam parisë së popullit, teksa talleshin, shohim që megjithse ishte në pozicion dobësie, ishte tepër i sigurt në vete dhe krenar. Atë ditë që lidhesh me Zotin, je njeriu më i fuqishëm në botë. Atë ditë që do të kapësh Kur'anin ta lexosh, dije se ka kapur librin që të çon drejt lumturisë në dy botët. Më pas Nuh alayhis salam u thot: dhe më vonë do të kuptoni se cili do të posoj dënimin e turpshëm dhe mbi të cilin do të jetë dënimi i përjetshëm. E kur erdhi urdhri ynë i caktuar për ndryshkim, dhe kufoi uji prej furrës, vend ku piqet balta, ne i tham: ngarko në të çdo krijesë nga një çift dhe familjen tënde, përveç për kë është marrë vendimi i hershëm kundër ti, e ngarkoje, e kush ka besuar, por përveç një pakice nuk i kishte besuar atij. Tani duhet ta ndërpresim, pasi është momenti i çelës së iftarit, argjërim të pranuar të gjithë argjëruesve. Selam aleikum. Hi.